Do të financosh një aktivitet kulturor me fondet e bashkisë do të thotë të jesh pronari i tij, të kesh të drejta të plota mbi të. Ti krijosh këto fonde duke mbledhur taksat e qytetarëve që duhet të jenë korrekt ligjit për detyrimet dhe të mos i ofrosh atyre as minimumin që fal ndjekja e një shfaqjeje në ekrane televizive. Është ky koncepti që ndan në strategjinë e saj të veprimit, zyra e arsim kulturës dhe sportit në Bashkinë e Kavajës. Të nxjerrësh në ankant një veprimtari artistike në një kohë kur iniciativa duhet të synojë deri në një kërkesë të parashtruar mediave për regjistrim të saj, është e papranueshme të paktën në logjikën disa vjeçare të dyant televizion. Bashkia, një institucion i qeverisjes lokale, e ka harruar misionin e saj të shërbimit dhe shërbesave, por nuk harron kalvarin pa limit të zhvatjes dhe burokracive. Është kthyer tashmë në sjellje të zakonshme tallja me votbesuesit, por fenomeni shkon deri aty sa nuk ngurohet të bëhet edhe publikisht, pa ju dridhur qërpiku atyre që e bëjnë shtetin në sajt të vendimit të sinqert qytetar. Ajo që të vret më shumë shpirtërisht, përveç një loje të ndyrë, që në përkëmbjo pak taksa pagues, është mungesa e sedrës nga disa shefa zyrash me konflikt të hapur interesi të pozicionuar si maliqi që bën ligjin dhe që pa disiplinimin e tyre në komunikim, duke bërë në çdo rast korrektorin e fjalëve, e vënë në shërbim të talljes me qindra e mira banor, me jo pak artist të varur nga burokrat. Të shes është një shfaqje që është paguar nga një popull, i cili nëse ka dëshirën mund të paguajë akoma edhe për biletën për ta ndjekur nga afër. Po çfarë po jepni këtyre qytetarëve e morë zotrin shtetar, që ja mohoni edhe të drejtën për të qeshur apo gëzuar në një orë program para televizorit? Kaq borxhe ju kanë ata që me paratë e tyre paguajnë çdo muaj rrogat tuaja? Ju jeni pronar dhe si të tillë duhet të keni të drejtën, jo vetëm të organizimit, por edhe të shijimit të shfaqjeve. Kjo është motoja juaj e udhëheqjes, shërbimit dhe shërbesave? Ndryshe nga ju, që brenda zyrave tuaja e quani veten shteti, ne pushteti, dhe nuk e teprojmë fare kur themi kështu, e kemi të qartë misionin ton, të jemi gjithmonë në dispozicion të publikut ton të nderuar, ama edhe tuajin, pasi mungesa e ekspozimit në media të atyre që ju i quani arritje që pa nisur akoma, ju duket absurde. Ju keni një tëmet shumë të madhe të nderuar e të pamerituar shtetar. Nuk dini të respektoni marrëdhëniet, jo deri në momentin kur nuk shikoni ndonjë përfitim. Po e deklarojmë hapur se tenderat, ankandet apo çdo lloj procedure me emërtime allisht-verishtesh nuk do të njihen nga ana jon, derisa ju ta ndjeni veten pronar të gjithçkaje që organizoni dhe që në fund të fundit e keni për detyrë t'ia falni qytetarëve, të cilët vetëm kulturë nuk po përjetojnë, por mbyllen pa u errur akoma se nuk kanë ku të shkojnë, e kjo jo për fajin të tyre. Nuk dëmtoni mediat me censurat tuaja, absolutisht jo, por e ritheksoj me dhimbje të thellë. Boll, mjaft, ndal, mohimit, dhunimit, braktisjes së të drejtave të qytetarëve. Le të jenë mediat iniciuesit të ndërmarrjes së guximit për të thyer akullin e ngurtë të mentalitetit që ju keni krijuar, sepse ju nuk e doni qytetin, nuk mund t'i falni asgjë, përjashto provincialitetin. Ju doni ta nënshtroni dhe t'i merrni frymën, ashtu siç dini në mënyrë të pashpirt, sepse kujtoni se jeni zotër të një komuniteti në një godin të plasaritur, duke mos patur turp të thoni, unë jam shteti.